e cila kishte dhënë deklarata skandaloze, morbide, mizantrope do të kisha thënë. E kishin shpall non grata Snežana Paunović, ministri i administratës publike dhe vetë qeverisjes lokale, qeverinë e Serbisë. Thot Xhelal Sfeshta në konfirmim pak momente më përpara, thot se ajo e ka konfirmuar atë nga e cila Serbia nuk ka hequr dorë asnjëherë projektin e spastrimit etnik të shqiptarëve në epokën tonë. Kjo u tentua nga ish shefi i saj Slobodan Milošević, i njohur edhe si kasapi i Ballkanit. Kjo gjuhë dhe kjo aspiratë e shpërfaqur nuk është e re, ajo është vazhdimësia e një politike shtetërore që për shumë dekada ka prodhuar dhunë, krime dhe përpjekje për zhdukjen e shqiptarëve nga trojet e tyre. Urrejtja e tillë e vazhdueshme shprehur me tone kërcënuese ndaj rendit kushtetues dhe sovranitetit të Republikës sonë nga ministri në fjalë është e papranueshme dhe duhet të dënohet ashpër nga shtetet dhe shoqëritë demokratike që mbrojnë paqen, të drejtat e njerëzit dhe nuk tolerojnë retorikë e sjellje që nxit urrëtie, destabilizim dhe përsëritje të politikave kriminale të së kaluarës. Si ministri i punëve të brendshme i Republikës Kosovës sot kam nxjerr vendim përmes të cilës Snežana Paunović kam shpallur persona non grata të padëshirueshëm me ndalim të përhershëm të hyrjes në apo kalim tranzit përmes Republikës Kosovës. Është postimi më i gjatë, por le ta marrim nga një koment shkurt, më atoshi për ty. Kjo ka është më ndodhë dje, është vendim i duhun dhe nëse vazhdojnë me këtë gjuhë qeveria se Serbisë do të shpall kolektivisht non grata në Kosovës. Nëse nuk e largojnë, nëse nuk e shkarkojnë një ministre tillë fashiste. Kolektivisht duhet. Kolektivisht në Republikën e Kosovës komplet qeveria e Serbisë duhet të shpall non grata nëse nuk e largojnë, nuk e shkarkojnë një ministre tillë, sepse besoj edhe në Gjermani po ta kish mbrojt do thot holokaustin dikush kish më shku te shtëpia. Jo dhe sot. Po. A pajtoni me këtë deklaratë të Halilit? Ai ne krejt. Ose kjo është deklaratë për video. Ata që dulën edhe madje e mbrojti këtë ministër. Kështu që ai meriton njëjtë si kjo, ai meriton edhe ai. Mentalitetin serbis kanë rrutë i këshire kushtrim. Mentalitetin serbin nuk kanë rrutë. I këshire mas pare këta që përdojnë mërzu Vučićin, veç këshire o parullat që i kanë, edhe thirjet që i kanë. Halo ma zijen edhe. E qeveri Serbisë, në fundit Milošević nuk urzuar pse i ka bo luftat, pse i ka humb luftat, pse se ka arrit pastrimin etnik. Kështu që kjo nuk më befason fare qëndrimi gjitha qeverive të Serbisë me pak përjashtimin